Horoskopi për ditën e premte 24 prill 2026. Dashi. Sot Venusi hyn në fushën e komunikimit dhe kjo të ndihmon shumë në biseda, njohje dhe afrime me njerëzit. Do ta kesh më të lehtë të shprehësh mendimet dhe ndjenjat tua. Fjalët e tua do të kenë shumë peshë dhe njerëzit do të dëgjojnë me kënaqësi. Është një kohë e mirë për pajtime, për të rregulluar marrëdhënie me familjar apo miq dhe për të krijuar njohje të reja. Mund të lindë dhe një interes i ri që të emocionon. Në dashuri, lidhja mendore do të bëhet shumë e rëndësishme. Sot dikush mund të vlerësojë idetë tua më shumë se ç'pret. Ngjyra me fat është e zezë. Koha me fat është pasditja. Vazhdoj me Demin. I dashur Demi, Venusi largohet nga shenja jote dhe hyn tek fusha e parave dhe sigurisë. Deri më 18 maj do mendosh më shumë për rehati, stabilitet dhe qetësi. Do kërkosh gjëra që të japin siguri dhe do të vlerësosh më shumë atë që ke. Është një kohë e mirë për të rregulluar financat, për të kursyer dhe për të përdorur më mirë burimet tua. Mund të vinë mundësi të mira përfitime apo ndihmë materiale. Sot hëna të bën më të qetë dhe më të përqendruar në nevojat e tua reale. Ngjyra me fat e bardhë. Koha më me fat është në mbrëmje. Binjakët. Venusi hyn në shenjën tënde dhe kjo është një periudhë shumë e bukur për ty deri në 18 maj. Do të ndihesh më i sigurt dhe më tërheqësh dhe më i hapur me të tjerët. Njerëzit do ta vënë re më shumë dhe energjia jote pozitive do të sjellë afrime të reja. Në dashuri mund të nisë një fazë re ose një ndjenjë e freskët. Do të kesh dëshirë të kujdesesh më shumë për veten dhe të shijosh jetën. Sot je në qendër të vëmendjes dhe mund të marrësh lajme apo ftesa interesante. Ngjyra me fat është bezh. Koha me fat është në drek. Gaforja. Venusi hyn në sektorin e ndjenjave të thella dhe qetësisë së brendshme. Deri në 18 maj do të kesh një nevojë për më shumë privatësi dhe kohë me veten. Në dashuri mund të kesh ndjenja që nuk shprehen lehtë në situata që kërkojnë durim. Është një kohë për të kuptuar më mirë zemrën tënde dhe për të parë gjërat me qetësi. Mund të zbulosh të vërtetat të rëndësishme për një person ose një lidhje. Sot do përqendrohesh tek siguria dhe rehatia, duke menduar më shumë për atë që të bën të ndihesh më mirë. Ngjyra me fat është blu. Koha më me fat është pasdite. Kalojmë tek Luani. Venusi hyn në sektorin e miqësisë dhe jetës shoqërore. Deri në 18 maj do të kesh mundësi për njohje të reja, afrime me miq dhe bashkëpunime të mira. Do të ndihesh i lirë në marrëdhënie dhe do të kërkosh njerëz që të kuptojnë pa presion. Është një kohë e mirë për pajtime dhe për të forcuar lidhje të vjetra. Një miqësi mund të bëhet e rëndësishme, më e rëndësishme se zakonisht. Sot mund të zgjidhësh një problem të vjetër dhe mund të ndihesh më i fortë në vendimet e tua. Ngjyra me fat është e kuqe. Koha me fat është mesdita. Virgjëresha. Venusi hyn në sektorin e karrierës dhe reputacionit. Deri më 18 maj, puna dhe emri yt marrin më shumë vëmendje. Mund të vlerësojnë për seriozitetin, për kushtimin dhe mënyrën se si sillesh me të tjerët. Është kohë e mirë për sukses në punë dhe njohje profesionale. Do të përmirësosh imazhin tënd. Mund të lindin mundësi të mira nga kontakte profesionale. Sot ke nevojë për pak qetësi dhe pushim, sepse mendja kërkon hapësirë dhe largim nga lodhja e përditshme. Ngjyra me fat e zezë. Koha me fat 7 deri 9 mbasdite. Peshorja. Venusi hyn në fushën e fatit, udhëzimeve dhe ideve të reja. Deri më 18 maj do ndihesh më i frymëzuar, më i hapur ndaj eksperiencave të reja. Mund të tërhiqesh nga dikush me mendje interesante dhe një rrugë e re në jetë. Është një kohë e mirë për të planifikuar udhëtime, vendime që të hapin horizonte të reja dhe mësime për gjëra të reja. Në dashuri kërkon më shumë sinqeritet dhe mirëkuptim. Sot është një ditë e mirë për të marrë frymëzim dhe për të gjetur zgjidhje të zgjuara. Ngjyra më me fat vishnje. Koha me fat 12 deri në 2 në drek. Akrepi.
Venusi hyn në fushën e ndjenjave dhe lidhjeve serioze. Deri më 18 maj do kërkosh më shumë sinqeritet dhe afërsi të vërtetë me ato që ke pranë. Nuk të mjaftojnë fjalët e bukura, po kërkon prova reale. Është një kohë e mirë për të rregulluar çështje financiare, borxhe apo mosmarrëveshje të cilat të kanë ndjekur. Mund të marrësh mbështetje nga dikush që nuk e pret. Sot ndihesh më i fortë kur vendos qartë se çfarë do dhe nuk pranon më. Ngjyra me fat është blu. Koha me fat 7 deri 9 mbrëmje. Shigjetari. Venusi hyn në sektorin e partneritetit dhe lidhjeve serioze. Deri më 18 maj dashuria dhe bashkëpunimet do të marrin shumë rëndësi. Mund të afrohesh me dikë ose të përmirësosh një lidhje ekzistuese. Është një kohë e mirë për pajtime, marrëveshje dhe biseda të sinqerta. Do ndihesh më mirë kur nda mendime dhe planet me dikë që të kupton. Sot ke më shumë energji dhe dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të vogla. Ngjyra më me fat bezh, koha më me fat 3 deri 5 pasdite. Bricjapi. I dashur Bricjap, Venusi hyn në fushën e punës dhe përditshmërisë. Deri më 18 maj do përpiqesh të sjellësh më shumë rregull, qetësi dhe harmoni në jetën e përditshme. Puna mund të ecë më mirë, mund të marrësh vlerësime për përkushtimin tënd. Është një kohë e mirë për të përmirësuar zakonet, shëndetin dhe rutinën. Në dashuri nuk është periudhë shumë dramatike, por stabiliteti vlen më shumë se fjalët. Sot do ndihesh mirë duke rregulluar çështjet e shtëpisë dhe sigurinë tënde personale. Ngjyra me fat është kafe. Koha me fat 10 deri 12 paradite. Ujori. I dashur ujor. Venusi hyn në sektorin tënd të dashurisë, argëtimit dhe gëzimit personal. Deri më 18 maj do ndihesh më i lirë për të shprehur ato që ke në zemër. Tërheqja jote rritet dhe njerëzit e ndjejnë sigurinë tënde pozitive. Ndoshta mund të lind një flirt i bukur, apo mund të forcohet një lidhje ekzistuese. Është një kohë e mirë për hobi dhe dalje dhe gjëra që të japin lumturi. Sot je më i hapur për biseda dhe lidhje të sinqerta me të tjerët. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është paraditja. Peshqit. I dashur peshk, Venusi hyn në fushën e familjes dhe shtëpisë. Deri më 18 maj do kërkosh më shumë ngrohtësi, qetësi dhe afërsi me njerëzit e zemrës. Është një kohë e mirë për të rregulluar marrëdhëniet familjare dhe për të sjellë më shumë harmoni në shtëpi. Mund të ndjesh nevojën të kujdesesh më shumë për veten dhe qetësinë tënde, sidomos ato emocionale. Në dashuri kërkon siguri dhe ndjenja të vërteta. Sot e kupton më qartë se çfarë duhet për të ndryshuar zakonet e tua për të ndjerë më mirë. Ngjyra më me fat është ngjyra portokalli. Koha më me fat është 7 deri 9 mbasdite. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.